Dhe tani do kalojmë te i ftuari jon i parë, të cilin kam nderin dhe kënaqësinë ta prezantoj. Ai është komedian, skenarist, dashnor i përjetshëm i radios, personazh i vitit 4 herë rresht, nuk është se do ta vërtetoj dikush. Fituesi i çmimit të Kanës, 84 premiera në Broadway. Ai është dikush me 3 shkronja për emër dhe 3 shkronja për mbiemër. Edi Oga. Edi, mirë se më erdhe. Mirë që gjeta. Edhe faleminderit që po nis me mua, po ç'a pati. Ka një gabim, te përshkrimi 85 premiera në Broadway. 80 shikam, më fal gjithmonë me shifrat nuk kam qenë asnjëherë mirë. 85 premiera. Shko, qa pata, ishin gjithë të zënë këta të portokallisë dhe këta. Edhe mu dhe. Po të prezentoj me Meglin. Megli është Enkel Demin. Rime, qa me apo? Totalisht. Qa me bësh? Ne, si që shikoni, në vend të verës kemi një pije pak më rrugë. Kemi këto birat, pasi Edi ka një fiksim shumë interesant, një zakon, që konsumon 1 deri në 2 bira çdo ditë. 2 bira çdo ditë. Gëzuar. Mirë se më erdhe. Mirë se gjeta. Pëlqen studia? Më pëlqen jashtë mase. Do kisha ndërruar një studio si kjo. Pse fillove me një dinosaur më dha? Me dinosaur. Kur un kam fillu televizion, ju s'kishit lindur shumica nga ju. Dhe imagjino, është karriera e dytë. Karriera e parë ishte doktor dhe pedagog. Pra kisha mbaruar karrierë dhe fillova në televizion. A e shikoni sa e lashtë jam? Doktor Edi, pra. Do flasim edhe pra. Shiko, edhe unë nuk jam shumë mirë, jemi 2 tireksa, pothuajse. Jo, ti mund të ishe birim. Ndoshta jam. Ndoshta jam. Baba, mos zbulova babain tim në këtë nuk i dihet asnjëherë. Shiko, para se të filloj me pyetjet edhe me gjërat, unë A mund ta kthej lejohet kështu se late night jemi? Mund të zhvishesh, ti nuk ishe këtu çfarë ndodhi pjesën e parë, po se pash. Lejohet çdo gjë. Do ta shoh një. Tani çdo gjë. Tani unë do çohem. Hama. A do çohesh edhe ti? Patjetër. Do zgjati vetëm shumë pak. Do të kaloj. Jo thjesht vej këmbët aty. Keni lar. Totalisht. Okej. Edhe jam këtu, ha? Po. Okej. Marcel, jemi okay? Thjesht tani Banka? Po, Enkel? Kaq, faleminderit shumë. Kaq? Gjithë të e bërë që të them Enkel? Testa, kem emrin Enkel. Po kishim hapë një kutime, kishim fëtu në lega, po ishte kinema. Ishte kinema, ishte Megli. Më qove në 20 e ca vite të shkura, ku rrija atje në majtë. E di pse më çonin atje? Se kabli ishte shkurtër, nuk vinte dot deri se kabli i zër. Seriozisht? Po. Domethënë ka qenë çështje teknike? Teknike komplet, isha afër mikserit. Tani sa shkojnë shtëpi do ta hap, ta shikon YouTube, dua ta shoh nga mund edhe mos e gjesh sepse mbi kasetat, ne kemi pas kaseta beta atëre, bëheshin lajmet, ose bëheshin filma dokumentar, domethënë nuk ekziston, kam përshtypjen. Megjithatë, kur xhiroheshim ne në emision, kamerat nuk kanë qenë kaq të vogla, kanë qenë sa i furgon. Nuk e di. Prandaj ka qenë aq të mëdha ato sallat edhe ato gjëra. Eksakt. Prandaj edhe Enkeli duke aq i madh. Enkeli është i madh. Ure, me që foli për kinema, do dohet ishe kështu ti protagonisti i një filmi, se po bëhen shumë filma tani. Edhe marrin një personazh që është i konsoliduar, për shembull. Edhe zakonisht një personazh nga Big Brother. Po kush është tani në Big Brother kështu? Noçi Abjordi, kush është kështu? Hop, në një emër. A do dohet ishe kështu pjesë e një romance midis, na thuaj një emër midis. Selini, Miri. Po, unë Edi dhe Selin në Epsh. Do dohet isha babai dikujt. Sa u bëre babai, të triti babi, kujdes tani. Po. Filmi tjetër është Njerku. Me Edi Ogën dhe Selinën. Selina e ka jo? Po. Stepfather. Stepfather? Gëzuar. A mos doni që të largohem apo mund të rri deri në fund? Jo, rri, lutem. A do vjen në Big Brother? Nëse nuk do kisha njerëz që varen nga unë çdo ditë, do kisha hyrë me qef. Për Enkelin e ke? Jo vetëm. Enkeli ka dhe familje, kështu që unë kujdesem për gjithë familjen e Enkelit. Domethënë nëse nuk do ishe, sinqerisht, nëse nuk do ishe me grua edhe me fëmijë. Patjetër, është një eksperiencë. Unë kam qenë 2 herë bashkë autor
Në Big Brother, po. Big Brother, jo versioni VIP, versioni tjetër, në 6 dhe 7 mos gaboj, 2012-2013 dhe njoft mirë format. Shilloj, nuk është se ka në diferencë. Jo ka diferencë sepse atëherë formati ka qenë më i përmbajtur, tani ka degraduar, tash është bërë kështu si. Domethënë do shkojë të flihet e parkimit topit atje me ata. Po do flia. Edhe unë po tash ajo pjesë duhet lash me brek e kështu. Kam brek gome kështu. Doktor Edi. Më pëlqeve. Po, naturalizimi nga mjek në humorist mund të ndodhi dhe shumë mund të ndodhi. Është e suksesshme. Është vërtet. Por e kundërta, imagjino për shembull, ku diun, një humorist që do të bëhet për shembull Salsano që të vjen të shëroj syt, ku diun. Apo Florbina i do të bëhet kryetar bashkie. Amo Flori, hajde këtu, po deshe, po kena një gjë edhe. Kjo është mënyra si postojmë të ftuarit e pak. Kjo është vërtet. Bas me nuk besoj se do vi njëri, po nes. Do të citoj një shprehje tani. Thuaj. Se unë jam i lexuar shumë. Të jesh humorist, domethënë të bësh për të qeshur, nuk është zgjedhja e parë askujt. Shprehje ideale. Çfarë e bën Edin të kërkoj humorin se gjërat? Çfarë ka qenë? Çfarë të ka shtyr? Shiko. Çfarë ka ndodhur kur ke qenë i vogël Edi? Praktikisht. Kjo është pyetja, domethënë, më e bukur që ke bërë ose më saktë premisa më e bukur. Kur kam qenë i vogël, kam mësuar humorin e atyre viteve, i cili ka qenë me pikatore. Ne shikonim humor vetëm për vitin e ri. Pra, gjithë viti ishte në pritje të festës vitit të ri dhe ka pas një program 4-5 orë me humor nga gjithë Shqipëria. Ajo ishte pritshmëria dhe batuta më e famshme, kujdes me vitin, se është qik vit lasht, ka qenë, nuk është, do të thënë, mua më ka pas bërë për qeshur, fakti që pse ai artisti popullit tha e hapi koncertin e vitit të ri me këtë batut. I uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri 1981. Fakti i rimës ishte që ishte për të qeshur. Viti i ri dhe 1981. Po dhe unë aty u trishtova, domethënë thash jo nuk bëhem humoris. Po ndryshova rrugës mandej. Po çfarë ndodhi me vërtet çfarë ndodhi? Ndodhi që në fillim unë nuk i merr seriozisht gjëra. Fare. Domethënë si sot. Si sot. Edhe qeshja, çdo gjë, domethënë për qeshja, çdo gjë imitoja shumë njerëz, imitoja gjëra. Pse? Se isha e trishtuar. Ti e di që humori është e kundërta e trishtimit. Mos më thuaj se ishe trishtuar, nuk kam vuajtur, nuk jam bullizuar, nuk kam rrahur ata të shtëpisë. Nuk kam vendosur të ta bëj këtë punë në 98-ën. Sepse ajo që thesh është interesante që nga mjek mund të bësh humorist, po nga humorist bësh mjek. Kjo ka ndodhur. Okej, Salsano. Kjo ka ndodhur, jo Salsano, ka shumë njerëz që nga humorist janë bërë mjek popullor dhe ka sukses. Pra gjithë ata që japin që të shërojnë kancerin me vajguri, që shërojnë maja sëllin me gëlqere, janë të gjithë, pra ka i dozë humorit tek ajo, kanë më shumë sukses se sa mjekët. E vërtet është. Edi, unë e di që ti ke shkruar për shumë personazhe, ke krijuar personazhe që i kanë bërë shqiptarët të qeshin, por ke qenë gjithmonë mbrapa. Në radio, në makinë me 2 timon. Tani e ke marrë timonin në dorë vet. I farë mënyre, po. Edhe po del në skenë si Edi Oga, stand-up comedian. Si ndihet diferenca nga radio? Kur e ke publikun aty, që ndjen frymëmarrjen, i shikon syt, shef kush është ai kudo që ul kokën shef celularit, domethënë ndërkohë që ti kur je në radio ti nuk e di se sa të dëgjojnë, si të përfiturojnë, e kupton? Po kam përshtypjen që ky stand-up është një hap më lart, domethënë është më mirë. E përjetoj më mirë, kam shumë qef. Mo, shego, se jemi qik narcista, sa do të thosh, po unë dua të rrim brapa gjithë kohës. Jo, s'kam dash të rrim brapa, nuk kam fillu për para, pastaj mbrapa, pastaj para mbrapa, edhe nuk se. Kam fillu si moderator, Po flasim akoma për Ti e di. Okej. Nëse ti do të ndryshosh argument. Jo, jemi te para mbrapa për skenën, po flasim gjithë kohës. Ti ke bërë këto 2-3 vite dhe 2 speciale stand-upi, 2 speciale stand-upi. Njëra ishte 50 pa pak, edhe tjetra ishte Osa mirë që është shqiptar. Do na flasësh çik për këto 2? Shiko, të flasësh për stand-upin duket që ke tepër dhe mira është që të dinë njerëzit se ku jepet vendi ora atje, edhe vin ta shohin se në përgjithësi unë e kam ju të Comedy Thursday, ju bëni Kush janë këta? Thursday. Ju bëni rutina më të shkurtra, ndërsa imja funksionon çik si një shfaqje Prandaj është speciale, është një orë e kursuar. Një orë gjys.
Dhe se mbajmë do ta. Tek e para, unë kisha 2 tema kryesore, tek 50 pa pak, pra mundova që t'jap këto problemet e moshës, problemet shëndetësore të moshës, asnjëri s'qeshi. Asnjëri s'qeshi se unë flisja për obezitetin, për njerëz të krusur, ndërkohë që vetë isha fit, domethënë mundova që jo. Pastaj te pjesa e dytë pjesa e dytë funksionoi sepse u mora me raportin çift. Pra nëse ti u futa në shtrat, praktikisht, edhe aty e kam bërë ti me shoqe shtrik, nuk qesh njëri fare. Sepse ato e njohin, si është ajo me jo, mos ka shans. Ishte romantik tu, e hodhe një kështu kompliment për dua. Po se ajo do ta shohë këtë program. Vetëm ajo. Vetëm ajo. Edhe mami im. 2 views i kapet. I kemi 2. Kurse tek e dyta, u mundova që ta bëj një çik më patriotike për të kuptuar një çik që se kështu fillon domethënë. Kuptohet që Osamir që shqiptar në një stand-up patjetër që është një çik me ironi. Por dikush më priti te dera dhe tha, dëgjoj, po të lejohej, vrasja, po t'ishte legale, unë do të kisha vrarë, s'ka që keq ke folur për shqiptarën. Me vërtetë? Bravo, thashë ke kuptuar. Bëre tur në gjithë Shqipërinë me këto shfaqjet, Po, gjithë Shqipërinë është fjalë e madhe, po në verinë jug dhe në qendër të Shqipërisë, 22, jo. Do Shqipërinë e madhe. Jo, kur them diçka në jug, diçka në veri, për shembull në Shkodër nuk bëra një gjë të shkurtër, një rutin të shkurtër, isha i ftuar në një festival humori që bëjnë ata. Qeshin ata, se qeshin vetëm me humorin e tyre shkodran. Jo, qeshin ata sepse pak më përpara se sa unë, kishin dalë humoristët e Shkodrës dhe ata qeshnin me batutat e atyre. Unë me sken, po mbanin me batutat e atyre. Jo, në fakt ajo është skena unë do thosha më prestigjioze, domethënë të shfaqesh te teatri Migjeni për mua është maksimum. Kam qenë Durrës, kam qenë Vlorë, kam qenë në Fier, në Korçë, në Elbasan, Lezhë, edhe në ndonjë qytet tjetër. Kush është vendi që të ka pritur më mirë? Shkodra do thoj? Durrësi. Durrësi? Kemi dikë nga Durrësi këtu. Jemi mikpritës. Durrësi më ka pritur. Po ti nga Durrësi? Do të për Marselin, do të ishte Marseli nga Durrësi. Në të 2 shfaqjet. Ka një gjë që stand-upi ti e di edhe vetë sepse je i angazhuar, jam i atashuar. Dhe jo se je ti këtu, po ti je një nga më të mirët që kemi, pra një nga 20 më të mirët që kemi, 15 janë gjithsej. Edhe ti e di sa i vështirë është një çik avantgard. Mua më thënë drejtën, nuk më pëlqen që mosha kalon dhe thash po bëj një gjë që i përket së ardhmes, sepse është e tashmja juve po e konsolidoni publikun, i cili me siguri do ta shijojë, do ta konsumojë kur ne të vjetrit mos jemi më ose të bëjmë humor me paterica apo me karike me rrota. Po vendi që të ka pritur më keq kush është do na thuash? Po ti thes do të bëj pyetje vështira. Vendi që më ka pritur më keq. Pyetja e vështirë do ishte kur the atë që Osamir me qenë shqiptar është titulli të thoja vërtet? Kjo është e hidhur pastaj. Vendi që më ka pritur më keq është Shtëpia Vjerit, mbasi pas stand-upin e parë, ku e kisha bërë të birë. Isha i përgruar. Wow. Do të flisë edhe për Vjerin atë. Ja, nuk më kam pritur keq, me thënë drejtën. Po ka një problem sepse ç'a ndodh? Unë jam clean, ti e di. Unë nuk përdor fjalë. Është i pastër, nuk shan si unë stand-up. Sepse kështu jemi rritur. Domethënë praktikisht kështu është. Nuk ndryshoj dot ose domethënë e tradhtoj veten kur them ndonjë fjalë nga ato të Denisit. Kështu që do thuash një për mua do ta bipoj, si thua ai. Të them një fjalë. Si thua njëherë, nuk e di. Çfarë ore? Okej. Makinë. Nuk e nxjerr e ka, do të thënë mua edhe kur më thon kuaj makinë them prapë. Nuk jam aq talentoze bëjmë. Po mirë, duke qenë se Shqipëria është çik kështu delikate ndaj këtyre gjërave. Ku mendon që po shkon ky? Apo shkon diku stand-upi në Shqip apo thjesht është një kështu flakë që më pas 3 vitesh do të gjithë pa punësh dhe. Jo, unë do kisha dashur stand-upi të zëvendësonte çdo formë tjetër të humorit, këto forma tradicionale, se me thënë drejtën, jemi lodhur një çik, ose janë çik forma të shtirura, ose forma, le të themi dhe jo dhe aq ekonomike, sepse kërkojnë shumë aktorë, kërkojnë propsa, kërkojnë studio, kërkojnë drita, ndërkohë që stand-up comedy, unë kur shkoj jap shfaqje, kam vetëm një çantë, kam këtë banerin, kam biletat, kam një shishe me birë,
normalisht. Ndërkohë që format e tjera të humorit tradicionale, si çdo gjë që u kalon koha, dhe atyre u kalon koha, me thënë drejtën, dhe janë një çik. Po flas për këto kabaret, këto që kanë qenë. Jo, po flas për Se ti ke shkruar për këto, po, për këto skeçet, për këto monologjet që nuk kanë, si më thënë, kanë atë murin e katërt. Ndërkohë stand-up është shumë i hapur dhe ka edhe një gjë tjetër, që e ngacmon spektatori duhet jetë i vëmendshëm që të imagjinoj, pra ti nuk ja jep të gatshme atë gjën për qeshur. Ai duhet ta mendoj, duhet ta përpunoj, ta analizoj dhe ta përplas me fakte që i njeh. Nëse nuk i njeh faktet, nuk qesh do. Jo drejt. Nëse është budalla, po thot, që t'ja u përkthej unë, se është shumë i mirë, më nuk e thot, nëse ai që dëgjon është budalla, do të thot, nuk mund ta përkthej në një të qeshur. Si ti tani. Tani që performon stand-up, e ke më të vështirë të shkruash për të tjerët, pasi... Jo, nuk e kam më të vështirë, e kam të pamundur. Nuk ka shanse që unë të shkruaj për tjerë. Po, ti e vockë, dhe nuk e di që shumë nga personazhet që ne jemi rritur e kemi parë që nga Gaçi, Salsano ose... Ai ka qenë pika e kthesës, domethënë aty vendosa që ta lë miksin përfundimisht edhe me... Ti e krijuar si Unë e kam krijuar si personazh, ka fjetur ca koncertar në një vit e ca. Salsano. Sa koncertar fli akoma. Domethënë te Gagaçi vendoset lihem Heksi. Mbas suksesit të domethënë ka skenar apo ishte jo më është ishte po është grua më është grua. S'mos kos një birë. Një birë kotës ke merr akt? Jo, nuk na le Theo. Ja, një birë. Se fillon bën gjëra, ja. Ajo pa birë edhe çfarë po thotë? Shiko, me 2 gllën ka verë. Në 2003-shin, 2002-2003 diçka e tillë, ethet e të premtes mbrëma, dikush i mban mend, dikush jo, duken si program. Njëzë Shahini ka qenë fituesja e parë. Aty ajo nuk e di çfarë është ethet. E di. Ethet e të premtes është vetëm në emrin në një porno që mund të kem parë fëmijë tani. Jo, ethet e të premtes. Nuk e si emri një është i ndyrë, më është i ndyrë. Është i ndyrë, kemi gjithë i ndyrë, po. Jo ka e gjithona ish me mua. Të lopshi burrat. E shkoj që u bën në fakt gradëve së burra, u bë edhe kjo, si çdo emision që shkon Megdi kështu kthehet. Na vjen keq edhe. Fillimisht kam shkruar gjëra koti për shfaqje koti, pastaj Portokalli, jam angazhuar si jashtë në Portokalli, ndërkohë që punoja edhe tek Kutia. Pastaj në radio ka qenë super experience. 10 vite nga hana të premte, makime 2 timon, ndoshta dikush e mban mend, dëgjon akoma sepse vazhdon, ka hik një nga shoferët, po Enkeli, meqense ti e the që në fillim e prezantove, vazhdon me shumë sukses me të tjerë, me shoferë të tjerë. Do rikthehem në radio shumë shpejt, domethënë. Të gjithë fakt që e kam provuar, se unë nuk e kam provuar, thonë që është dashuri që radio është fantastik, radio është palestra e çdo moderatori. Do të them të gjithë ata që kanë pas sukses në televizion e kanë filluar me radio, kështu që më vjen keq aty. Ky shushimi i fundit do ta shtyl, do ta paguash ekstra. Gëzuar. Sa mirë që s'ke pyetje tjera. Jo, mo kam një kështu. Nga që ti e ka që i qete, dhe madje unë nuk e prisa që ti të haje. Madje hëngri atë që ajo nuk ishte e pjatës, kush ishte nëna. Ti e ka që i qete dhe i kontrolluar. Ja, për shembull tani mund të më shaje nga rob, mund të bëhe në një gjë dhe prap nuk e bën. Kush ka që një gjë? Ato robt ku ti ke? Babi është ekran. Respekt, babi. Babi është moshatar, kështu që jemi shokë burr. Në fakt je 73-shi? Je moshatar me babin tim. Edhe i madh është 73-shi. Por ndoshta nuk e din të gjithë. Ti e ke emrin Denis apo? Shkurt Deni ose Denti. Aksident, ke qenë aksident. Ja më zbuloj. Aksident. A ju tha që ky është babai më vërtet? Sepse nuk ka mundësi që një 21 vjeçar të prodhoj këtë. Po, pra. Ndërkohë, në 21 vjeç rregullonim antenat, shikonim Telenormën, Tele2, të më, po ti nuk i di këto. Kush ka qenë gjëja më ilegale që ke bërë ndonjëherë? Duhet ta mendoj edhe. Atëherë po. Kam kaluar. Do ishte një vrasë serial kështu. Kam kaluar, po. Ilegale apo makabre? Të dyja. Të dyja, po se... Të dyja mashita, në është emisioni i parë. Jo, dakord.
E duke, është thotë, është vrasës, po. The je papages, domethënë kështu je i ftuar nëse se ndajmë bashkë honorare. Gjithë lekët i mori kërcimtari për zotin. Kërcimtar. Shumë i shtrenjtë. A mund ta bëjmë kërcimin atje? Ka dhënë. Ushit. Nuk e di. Nuk e di se e legale mund të quhet, por unë një pjesë të kohës e kam kaluar në spital për shkollës kur studioja. Ke parasysh. Më duhet një tub. Më duhet një tub për në konvikt. Të dhoma ime do bëja diçka të fusja ca tela në një tub. S'kisha ku ti që atëherë nuk është se ka pas dyqane me nga këto gjëra. Kam shku në spital edhe kam heq një tub Në spitali? oksigjeni. Ndërkohë që ishte dikush? Po me siguri duhet të ketë qenë dikush se erdhi makinë e morgut aty. Nëse është ilegale, mund të jetë edhe Jo më të vrasësh dikën. prandaj tash makabre dhe mos është. Po mirë, kjo ishte një gjë që e ke bërë këtu ti, po ilegale atje. Atëherë ilegale atje. Se me këtë do ta mbyllim në që Edioga. Çfarë ka bërë ilegale Edioga? Kjo do jetë A mund ta përshëndes se në YouTube i shihet edhe në Tokyo. Babi të do shumë. Ti je bër 26 vjeç tani. Je rritur. Mund të bësh stand-upin tënd. gruaja Edit. Na ve keq që të desh ta merri vesh në Menderiush, por ti sot pe një Edi tjetër. Një Edi që kur nuk e kishem parë më parë. Një Edi që do ta shkosh dhe sot pasi të mbaroj ky emision. Ka përqy një natë shumë e mirë midis jush në shif sot, pas të emisionit. Testosteron. Problemi që unë s'kisha nërmen me shku shpirë. Atëherë gëzuar Edi dhe shpresojmë një fëmijë tjetër pas 26 vitesh të bëjë një stand-up fantastik. Edi, faleminderit shumë që të Faleminderit. Ishte intervista më e dobët që të bësh, po në kuptimin që do vinë të tjerë dhe se unë jam mësuar që të jem në rolin tënd dhe kam shumë të vështirë që. Do të bësh dy pyetje, hajde. Do të bëj dy pyetje. Ani se ky me don intervista me dobët. Ka që komedianët e kanë në përgjithësi këtë Megli, që janë kështu edhe modest, po edhe me vërtet, dhe mendoj që nuk japin shumë në një intervistë. Ti je një djalë goxha i gjatë, goxha fit, goxha elegant, po. Edhe dukesh edhe potent. Më fal, nuk mund t'i mbaj, kështu si rrin njerëzit kështu, i kam koqet shumë keq. Nuk e di, nuk e di. Oh, zoti më. Atëherë, unë do të them një numër për veten time, do më thuash numrin analog për veten tënde. 18. Duhet them dhe unë 18. Jo, do të thuash një numër që të përket ty. 4. 4 është kaq më por. Që është një gjë që ti ke turp ta thuash? Ti e thej një, faleminderit që ma hoqat. Që kam turp? Çka kam turp? Kam turp të them që kam turp. Po turp të kesh pra. Faleminderit shumë atëherë gëzuar. Ej, Gëzuar edhe sezon të mbar. E për tollë Medin është 20 vjeçari i fundit që marrim